në çështjen penale ndaj të pandehurve Kastriot Mehmetaj dhe Kreshnik Mehmetaj për shkak të veprës penale. Vrasje e rënd që shqyrtimi gjyqësor duhet të rihapet. Kur shihet i pandehuri Kreshnik Mehmetaj duke gjuajtur me armë në çështjen penale ndaj të pandehurve Kastriot Mehmetaj dhe Kreshnik Mehmetaj për shkak të veprës penale. Vrasje e rënd i pandehuri Halil Mehmetaj për shkak të veprës penale shtytje në vrasje të rënd dhe ndaj të gjithë të pandehurve Halil Mehmetaj, Kastriot Mehmetaj dhe Kreshnik Mehmetaj, edhe për veprën penale mbajtje pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, në seancën e mbajtur me datë 6/7/2026, trupi gjykues, pas këshillimit dhe votimit, në mënyrë unanime, ka vendosur që shqyrtimi gjyqësor duhet të rihapet. Dhe atë për arsyet si në vijim. Arsyeja pse kjo gjykatë ka vendosur me rihap shqyrtimin gjyqësor është se prokuroria e shtetit, në fjalën përfundimtare të saj, duke trajtuar video ingjizimin ku shihet i pandehuri Kreshnik Mehmetaj duke gjuajtur me armë në bjeshk, është video ingjizim që është paraqit para kësaj gjykate, në fjalën përfundimtare nga prokuroria paraqitet pretendimi se arma që shihet në video është arma e cila është përdorur për kryen e krimit, që është objekt shqyrtimit në këtë çështje penale. Dhe ky pretendim, për herë të parë, formalisht, paraqitet nga prokuroria në fjalë përfundimtare. Në anën tjetër, trupi gjykues, gjatë këshillimit dhe votimit, pas analizimit të gjitha shkresave të lëndës, gjen se në fazën e hetimeve, nga ana e policisë është kontrolluar pikërisht vendi në bjeshk, kur i pandehuri Kreshnik shihet në video duke gjuajtur me armë. Dhe gjatë atij kontrolli në bjeshk rezulton se janë gjetur 13 gjoja dhe 1 fishek. E në lidhje me të njëjtat është urdhëruar ekzaminimi balistik dhe në shkresat e lëndës gjendet raporti i ekspertizës AKF 2022-2700/22 viz 2627 i datës 27/7/2022, por ky raport nuk është propozuar nga ana prokurorisë për administrim, e si rrjedhoi nuk është administruar fare në shqyrtim gjyqësor. Andaj gjykata, sipas detyrës zyrtare, ka vlerësuar se është më rëndësi që ky raport me dokumentet përcjellëse të administrohet gjatë shqyrtimit të rihapur.